Falënderit edhe një herë, po I rikthem pas përgjigjes tuaj shumë të moderuar në fakt, por jashtëruese në rastin tim, po I rikthem pyetjes time. Çfarë pengon ke incentivat janë të shumta që sistemi I patronazhit madje financuar nga administrata, nga institucionet, nga shahat ku pushteti lokal është aksioner, siç kemi rastin e Ujësjellsave, kemi rastin e drejtorisë përgjithshme të Kurullave në qarkun e Durrës dhe plot ndërmarrje të tjera të cilat kanë një administratë të masë të fryrë. Dhe kjo e gjitha në shërbim të procesit të zgjedhjeve. Mas gjithë këtyre incentivave, çfarë pengon prokurorinë të fillojë një proces hetimor në bashkëpunim me strukturat e krimit ekonomik të policisë apo strukturat e tjera që mund të ketë brenda nga prokurorisë për ta vërtetuar nëse kjo aludim që ngrihet nga politika, I cili ka vite që aludohet domethënë për fryrët administratës në shërbim të procesit të zgjedhjeve, ku paguhen njerëz se marrin rrogën 2 vjet vetëm për një herë në 2 vjet që I duan për procesin zgjedhor, apo që ta bëjnë sistemin e patronazhit funksional në çdo ndryshim pa update që ai kërkon gjatë kësaj periudhe. Dhe kjo ka kosto goxha të lartë. Në fakt, paguhen njerëz kot, gati flitet për shifra deri në 30% të fryra. Unë nuk e di sa është shifra e saktë, nuk mund të them, domethënë, nëse duhet bëja unë një hetim, do isha ulur aty dhe do kisha marrë një rrugë tjetër në profesionin tim. Por unë ngul kom dhe eri hedh pyetjen. Çfarë e pengon prokurorinë e qarqeve të ndryshme të fillojë proces hetimor për disa ndërmarrje, nëse kemi apo jo një situatë të tillë ku njerëz paguhen kot vetëm për të shërbyer procesit të zgjedhjeve. Unë mendoj që nëse një hetim I tillë do fillonte, do kishim një situatë komplet. Kjo është një nga mënyrat më të mira për ta parandaluar në fakt procesin e patronazhit. Sepse është e pamundur që të mbahet sistemi I tillë me financa private. E vetmja mënyrë është përdorimi I fondeve publike në shërbim të sistemit zgjedhor. Pyetja jo duke ju kthyer analizës së statistikave, por pyetje teknikisht çfarë pengon se çfarë duhet përmirësoj, çfarë duhet ndodhi që këto hetime të fillojnë. Faleminderit. Po, atëherë ju thoni që është ky fenomen, mund të jetë ashtu siç thoni, unë nuk jam të gjykoj është apo s'është, ne jemi të hetojmë kur ka një fakt. Dhe nëse ka një fakt të tillë dhe na prezantohet fakti, patjetër që ne kemi detyrimin ligjor ta hetojmë edhe rastin që ju thoni. Por tani të nisim hetim sepse thuhet që ka punësime masive për çështje elektorale, ta nisësh njësoj si rasti pengimit marrjes të kartave, nuk është do një bazë. Thjesht një pretendim I hedhur, që mund të jetë I bazuar, nuk e vë fare ndyshim që mund të jetë ashtu siç thoni ju është. Ju përderisa e thoni keni një bazë mbi cilës I referoni, ne presim që nëse kjo pasurohet me element konkret që këto punësime janë kryer në funksion të procesit elektoral, patjetër që ta hetojmë, me detyrim ligjor, nuk është çështje në dorën tonë kjo, vendosim apo s'vendosim të hetojmë. Por kryesisht një hetim I tillë, pa ditur ku të kërkojmë, është I pamundur. Është njësoj të nisim një hetim për gjithë administratën shtetërore sot, pse janë 216 ata dhe jo 86. Tani, nëse ne do hetojmë një fakt, mendoni që është real, ta hetojmë të fakt, pse është rritur 100.000 veta, të jemi të rrim në kufitet mundurës, mendoj, dhe ne nuk gjykojmë dot qeverisjen. Ne s'mund gjykojmë qeverisjen, ne gjykojmë faktet penale që lidhen me administrimin e shtetit, të pasurisë shtetërore, të tjera. Kjo është mënyra si unë shikoj dhe çdo kallëzim do ta vlerësoj maksimalisht, edhe në një rast që ju do ta referoni, patjetër çdo prokuror, po nga këtu të dalim ku ta nisim. Se tani shtrohet çështja mbi mira punësime, 10 mira punësime, nga ta nisim. Falë tash.